Arioni thot kam besim që ty thot po ama me mend në kokë. po nuk është vajzë thot që të vinë në fshat thot bëj punë në shtëpi atje thot. Ti thua është suportuesi im më i madh për çdo gjë. Është fansi im numër 1 nëse mund ta quaj në këtë lloj forme. Siç jam unë për të në karrierën e tij. E di që edhe pse më i vogël je përpjekur ti qëndrosh ati për krah në momentet e vështira të tij të jetës. Në çdo gjë. Në çdo moment ai s'ka pasur të lehtë, po. Ndonjëherë më habit dhe mua sa i fort është. I referosh sfidës që me cilën u përball me djalin, me Priamin, apo ndarjes së tij? Të dyave. Të dyave. Sfida fort për të. Sfidë që njerëz të tjerë i ka vënë me shpatulla pas murit dhe s'kan ditur se si të ngrenë kokën më. Prandaj Arioni është busulla ime në një farë forme. Busulla jote. Priami sot është 6 vjeç apo jo? Nipi yt. Drita xhaxhit. Edhe është ai, ti ke thënë që është një moment, ti thua që është moment shumë i jashtëzakonshëm ai kur ka ardhur në jetë Priami. Një moment që ju ka gëzuar jashtëzakonisht shumë. Familjarisht. 21 mars. 21 mars. Momenti që kam parë Priamin në inkubator ishte zot çallë ndjesie, nuk di ta përshkruaj me fjalë. Kur për nipin imagjinosh të bësh për fëmijët e tu. Fëmijët e mi. Dhe kam vënë rria dhe shihja. I vogël, i dobë. I kuq. E dha xhaxhit, ty të premton që do jetë afër teje kur të duash ti. Me çfarë do që ti të kesh të vënë. Dhe këtë premtim do ja mbaj gjithë jetën. Sot Priami është 6, është si dritë, është si diell, dhe ti thua që vdes për Shrekun, a? Ja vendos Shrekun. Varo për Shrekun. Qesh me të. Qesh. Ama ju ka dhimbur edhe mbase dhëm sot ende zemra juaj për që nga momenti që kuptuat që Priami ishte, le të themi, ndryshe. Kur po fillon të fliste. Pra pati vështirësi në komunikim. Dhe aty kuptuat që ka diçka që nuk shkon. Një vlla shumë i fortë. Mënyra se si ai e ka përjetuar dhe mënyra se si ai është ringritur për të gjetur forcën është shumë e madhe. Kush e pati më të vështirë të pranoj, le të themi, faktin që Priami i përkiste spektrit të autizmit? Mos gabojmë babi e vuajti shumë. Babi vuajti më shumë pjesën e ndarjes së Arioni se sa Ndarjen e tij nga bashkëshorti. Po. Dhe mënyrën se si familja u xhbë. Kjo e vrau atë më shumë se sa Priami. E mbaj mend në një bisedë ku ishte babi dhe mami që po flisin me Arionin dhe thonin: "Djali nuk ka asgjë." Djali nuk ka asgjë. S'ka asgjë fare. E qa pastaj? Nuk kupton 1-2-3 gjëra, po mirë do t'i kuptoj pastaj me kohën. Një sens mirë kuptimi jashtëzakonshëm kur e mendoj tani. Arioni, ti the që është shumë i fortë, po ndërkohë është edhe ai vllai që të ka merak, të do shumë, edhe të mbështet shumë. I dashur Ardit, nuk mu dha mundësia ta thoja publikisht se sa krenar më ke bërë të ndija. Atje brenda ti shpërfaqe të gjithë vlerat njerëzore dhe burrërinë që duhet të ketë një djalë i moshës tënde. Ti e di që unë nuk e njoh frikën, por pas ikjes babit thellë brenda meje, diferenca prej gati 10 vitesh që kemi, më bëri të kem frikë për ditën që do duhet të lëmë supe dhe barrën time. Pasi të pash ditë dhe natë brenda Big Brotherit, ti ma shërove atë frikë.
Ndaj sot unë të falenderoj që na bëre krenar. Mua, mamin, dhe nuk kam dyshim që dhe babin dhe gjyshin nga t'i lartë. Jo rrallë ta kam thënë, po dhe shpesh nuk ta kam thënë. Unë të dua shumë. Të dua shumë dhe me ty në krah jam i gatshëm t'i shpall luftë kujdo dhe ta fitoj atë. Dhe mos harro që mua do më kesh në krah gjithmonë. Gjithmonë, gjithmonë. Puth Lali. Kishe thënë që qaj e shumë kështu këtë ty, po... Kur ta ka thënë për herë të fundit që të do shumë? Kur ishit fëmijë, besoj. Kur dola nga bju. Okej. Kur dola. Dhe kemi filluar dhe themi qik më shpesh tani njëri tjetër. Edhe shumë mirë bëni. Se jeta, juve ju ka treguar veçanërisht këto 3 vitet e fundit, që jeta mund të mbarojë në çdo moment. Vazhdon të ndrosh për atë këndin e lojrave atje në Elbasan? E përfytyroj të ardhmen tek shtëpia në Elbasan, të bëjmë një kënd lodrash siç donte babi, edhe të shoh fëmijët të tim vllaj, edhe pse babi nuk është, po kemi gjyshen kaçurelse. Pa, është vazhdon po e një të ëndër. Pra, ajo është ëndra më e madhe që unë kam. Do ta marrësh Nikol në Elbasan? Të shofim do vija po jo. Pa, do ta ftosh. Po më, Korçë Elbasan, pastaj është bërë dhe rrugare. T'ja prezentosh dhe mamit. Gjise mami është që e ka parë, po ka thënë gjë, po si ke thënë, ti si ke thënë fare mami. Ja, se kanë thënë që është nuk shiko, unë nuk para flas për Dhe më thënë, mami është duke e marrë vesh tani nga intervista që djali i pëlqen këtë vajzën, ha? Ma, ta shikoj e vetë, qa të thënë? Hajde. Jo, kurioze jam për reagimin e saj. Do ta bëjmë video ta çoj. Se jo. Më kujtua, ke thënë, u futa në Big Brother, sepse doja të hapja një dritare të re në jetën time. Gabojmë unë, apo kjo pamja që po shen nga dritarja është shumë e bukur tani? Shumë. Çfarësisht shumë e bukur. Është një pamje re, një perspektive re, dhe diçka të cilën dua ta kap me të dyja duart dhe mos ta lëshoj. Mos ta lësho Ardit.